kthejnë edhe njerë të ajo pjesa e praktike, sepse s'kam qef mi u me të bërë shikuzve. A ka nëjë aktivitet që mundemi pa shpenzimet mdoja, me e bona me fmit, me i stimulu me fol. Për shembull përmes letrave, përmes ngjyrave, jep në nëjë praktik, mu edhe kitë prindve që më na ndjekin. Fatmirësisht tash kemi qasje në shumë lodra, stanet ndryshme që mundemi me i përdor edhe në shpe. Mundemi me i përdor kartat ndryshme që përfshim për shembull figura, kafsh, pemë, perime, çka fjalë do me thonë thjeshta, që mundemi me ja mësu fëmijëve, do me thonë ja tregon edhe si foto dhe si objekt që shdohet, edhe ja mëson edhe që shqiptohet, edhe do me thonë tu insistu, tu punu me fëmijën, edhe ja mëson që ato fjalë, ose lodrat ndryshme për shembull puzzles, e fëmijëve zakonisht ju pëlqejnë që ato, edhe ato mundemi me i përdor që ndoshta fëmijëve pak edhe më ja bo edhe më interesant, edhe që ata pastaj me u stimulu prej atyre.